Pasi ka kapur të gjitha institucionet në vend, kryeministri Edi Rama nuk ndalet në projektet e tij për të kapur dhe ato të cilat nuk i kanë në kontroll. Pasi bashkive i ka hequr kompetencat e lejeve të ndërtimit, të cilat kalojnë nëpërmjet AZT-s, Rama ka hartuar një projekt për të shtrirë kontrollin e tij dhe në policinë bashkiake në të gjithë vendin. Syri televizion ka siguruar draftin i cili është mbajtur i fshehtë, megjithëse sipas thirrjes së Ministrisë së Brendshme, duhet të diskutojë në publik nga 18 dhjetori deri në 15 janar. Sipas parashikimit të këtij ligji, do të krijohet drejtoria e përgjithshme e Policisë Bashkiake, e cila do të jetë në varësi të Ministrit të Brendshëm. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake do të zgjidhet me të njëjtën formulë si drejtori i Policisë së Shtetit, me mandat 5 vjeçar dhe do të ketë në varësi 61 Policisë Bashkiake në vend. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake është autoriteti më i lartë i Policisë Bashkiake dhe përgjigjet drejt për drejt te Ministri i Përgjegjës për Rendin dhe Sigurinë Publike për realizimin e politikave të performancës dhe të objektivave të përcaktuara. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake emërohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të Ministrit Përgjegjës për Rendin dhe Sigurinë Publike. Ministri i Përgjegjës për Rendin dhe Sigurinë Publike i propozon Këshillit të Ministrave kandidatin për drejtor të përgjithshëm të Policisë Bashkiake pas kryerjes së një procesi të konkurimit hapur të bazuar në parimet e mundësive të barabarta, meritokracisë dhe mos diskriminimit. Rregullat dhe procedurat për përzgjedhjen e kandidatit për drejtor të përgjithshëm të Policisë Bashkiake përcaktohen me udhëzim të Ministrit Përgjegjës për Rendin dhe Sigurinë Publike. Kandidati i propozuar për drejtor të përgjithshëm të Policisë Bashkiake duhet të jetë njëri nga punojësit e Policisë Bashkiake, Policisë së Shtetit, forcave të armatosura Gardës së Republikës, që më së paku mban njëra nga gradat e rolit të mesëm drejtues ose pozicionit të mesëm drejtues për punojësin e Policisë Bashkiake. Drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake qëndron në detyrë për një periudhë prej 5 vitesh me të drejtë riemërimi sipas rregullave të përcaktuara në këtë nen, edhe për një mandat të dytë. Sipas ligjit të propozuar nga qeveria Rama dhe punojësit e Policisë Bashkiake, por dhe shefat e policive bashkiake do të emërohen nga drejtori i përgjithshëm nëpërmjet një konkursi të kontrolluar nga ky i fundit. Sipas ligjit për drejtorin e Policisë Bashkiake, verdikti përfundimtar do të jepet nga kryetari i bashkisë, por emrat janë të përcaktuara nga drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake, duke i marrë në këtë mënyrë kompetencat. Drejtoria vendore e Policisë Bashkiake gjatë ushtrimit të kompetencave brenda jurisdiksionit të saj koordinohet dhe merr udhëzime nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Bashkiake. Prefekti i Qarkut sugjeron prioritetet për rritjen e nivelit të sigurisë, qetësisë dhe rendit në komunitet. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Bashkiake është autoriteti më i lartë i Policisë Bashkiake në nivel vendor dhe përgjigjet drejt për drejt tek drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake për realizimin e politikave të performancës dhe të objektivave të përcaktuara në nivel vendor. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Bashkiake emërohet me vendim të kryetarit të bashkisë, i cili përzgjedh nëpërmjet listës së kandidatëve të propozuar nga drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake pas kryerjes së një procesi të konkurimit hapur, të bazuar në parimet e mundësive të barabarta, meritokracisë dhe mos diskriminimit. Rregullat dhe procedurat për përzgjedhjen e kandidatit për drejtor të përgjithshëm të Policisë Bashkiake përcaktohen nga drejtori i përgjithshëm i Policisë Bashkiake. Punojësi i Policisë Bashkiake emërohet nga drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë Bashkiake pas shpalljes fitues nga procedura e konkurimit. Ligji parashikon që në momentin e hyrjes në fuqi, të gjitha pozicionet në Policitë Bashkiake të vendit, duke ju përshtatur ligjit të ri dhe duke i kthyer në këtë mënyrë dhe Policitë Bashkiake ashtu si ysjellsat në varësi të qeverisë. Prej muajsh kryeministri Edi Rama ka nisur një fushat për rrëmbimin e kompetencave të pushtetit lokal, fillimisht me aksionin për lirimin e hapësirave publike dhe më pas me emërimin dhe shkarkimin e zëvendës kryebashkiakëve dhe drejtorëve në disa bashki të vendit.